Ka ardhur një pyetje që faktikisht elhamdulillah që doli koha për të trajtuar si pyetje. Thot, ka një vit, kjo është nga ana ime, kështu tekstualisht thot, që një vit, do të thonë ka një vit. Ka një vit e më shumë thot që ka të sillna e nami fëmin. Ka të sillna nga do që të shkoj, e të lëviz, e mallkoj fëmin. S'jam ka muj as me nal veten. Do të thonë nuk mund ta ndaloj veten për kësaj gjëje. Veç diçka me më tha, unë kam me nem. Edhe si kur diçka të flasi ai, unë atë e mallkoj. Përkthim shqip. Unë e kam kthyer përgjigjen, po lexojmë si këtu si përgjigje kam thënë tekstualisht, hiq dorë se do të bëhesh pishman. Nuk lejohet me e nëm askënd, e jo më fëmin, sepse mund të jetë një moment që pranohen duat dhe lutjet, edhe bëhesh pishman sa të jetë jeta. Argumenti i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum. Mos u lutni kundër veteve apo fëmijëve, familjes tuaj apo pasurisë tuaj, se mund të jetë një moment që pranohet çdo lutje. Ka ca momente që hapen dyert e qiellit dhe çdo lutje pranohet. Mund të jetë ai moment. E ti bëhesh pishmon, po s'bën dobi më pishmon. Diu në rast për shembull që i ka thonë mos e prush kokën në shtëpi. Edhe se ka pru më kokën në shtëpi. Mirë po i ka ngel pik, peng gjithë jetën. Se o thotë unë i tash. Kështu që duhet me ju friksu Zotit, e duhet me bo lutje për mirë. Thuhet, tani nuk di që të kem zinxhir transmetimit sakt, po e kam dëgjuar që është përmend në disa vende. Thuhet për njërin nga imamët e Qabës, ka qenë shumë trazovaç. Dhe sa herë që thynte në gjë apo bonte në gjë, nona i thoshte: "U bofsh imam i Qabës orbir." Sa herë që ai bojtë rëmuj, a të boft Allahu imam të Qabës, a u bofsh imam i Qabës. Thonë që personin fjalë tani është imam, një nga 8 imamët e Qabës, që ka Qabë aktualisht. Pse mos themi fjalë e mirë? Allahu të zoft, Allahu të rregulloft, Allahu të rujt, boft Allahu dietar, boft Allahu udhëheqës të drejtë. Pse me shkun në nëmje, si thot pyetja për mallkim, nuk është në traditën tonë, as nuk është normale që të mallkojmë askënd, e jo më fëmin që është i pafajshëm dhe i pastër dhe pret bekime dhe urata, e jo mallkime dhe lëndata.